Ndeshjen Prishtina-Ferizaj kemi minutën e parë ku lojtari me numër 10 i Prishtinës arrin ta pason topin tek lojtari me numër 9 Prishtinës, ku shihet se është më i avancuar, ku asistenti i dytë ngrit flamurin për pozitë jashtë loje. Aty kyçet vari, kontrollon këtë situatë dhe me të drejtë anulon golin për pozitë jashtë loje. Kemi edhe vjen të ofruar nga teknologjia VAR. Kemi minutën e 22, një ndërhyrje të lojtarit me numër 3 të Prishtinës në lojtarin numër 22 të Ferizajit, ku shihet që lojtari i Ferizajit i pozicionuar shumë mirë, ka topin në posedim, ku mbrojtësi i Prishtinës merr rrezikun dhe ndërhyr në lojtarin sulmues, ku gjyqtari Zasella me të drejtë akordon penallti. Kemi minutën e 54, pas një goditje direkte për Prishtinën, fillon shpejt kjo goditje, ku shkon topi tek lojtari me numër 7 i Prishtinës, i cili shënon gol, po asistenti i parë ngrit flamurin për pozitë jashtë loje. VAR-i kontrollon këtë situatë dhe me anë teknologjisë tregon vjen që shifet qartë se lojtari sulmues i Prishtinës është më i avancuar.